E para, faracia për shembull, ka nivele shumë të lartë të vitaminës B1, pra të tiaminës, B3-shit, B2-shit, edhe B2-shin e ka të moderuar në sasi, por ka vitaminë E, ka kalcium shumë të lartë, magnez shumë të lartë, fosfor shumë të lartë, faracia. Hekur të mirë, kanë dhe zink, bakër, mangan dhe kalium. Nga aspekti tjetër kanë përbërës bioaktiv si omega 3 shumë të lartë, kanë dhe fibra gelatinoze që quhen mucilage. Ato janë problematik që fryjnë në zorë. Po kanë gjithashtu dhe element si acidi klorogjerik dhe kafeik. Tani, farat e qias mbështetin zemrën, janë shumë mirë për kockat dhe bëjnë tranzitin për të hequr, pra për të dhënë ngopje dhe për të shkarkuar zorën. Por kush janë të metat e kësajt? Bëjnë fryrje në qoftë se ne ham për ditë, në qoftë se nuk i lagim dhe i ham në kohë të gjata, e bëjnë zorën të jetë më e ndjeshme dhe përdorimi i tyre nuk duhet të jetë më shumë se 1 lugë çaji të njohura më parë, të paktën 2 deri në 3 herë në javë në maksimumin e vet.